Gjithani veç Rama del më. Dil televizor, hap televizorin, fillojnë edicionet e lajme nga fillimi deri në fund, po Edi Rama. Netflix po Edi Rama ka rasti del edhe këto filma, do me paj serial për qef, do më shkëput fare nga realiteti shqiptar, politik, ekonomik. Si e këtu më dha, je shkëput me s'ke mundësi për ble bileta për me dalë jashtë, por pak të thu po shoh film amerikan. Deli Edi Rama prapa atje. Shkëputet çika realiteti i vendit. Nuk shkëputet dot me Deli Edi Rama. Duhet të dal pak tek logo. Kjo logo që ne kemi të cek herën tjetër, tani çdo ditë ai na sjell atë pesën, na jep kështu fytyrë çdo ditë, mëngjes atë plëmbën pesën, domethënë votoni plëmbën, ta hani plëmbën që ta merrni. Është tani kjo logo. Njerëzit ka shfaq shumë kurreshti edhe nga ai shpjegimi që kemi bërë herën tjetër, por këtu tani na sjell me një flutur të kuqe me këto disa simbole tjera, Head, Wheel, Venus, Logic, Jupiter, Saturn, Sun, shenjat e horoskopit, Peshorja, Vigjeresha që janë tu, Gaforia, Moon, Hëna, edhe çfarë është kjo? Rasket, se di çfarë është kjo? Pra ç'a nuk ka, domethënë tu i ka të gjitha. Ata i dim, por neve si dim, po luajnë me simbol ata. Ç'a do thotë kjo, Alex? Ne jemi fut pak në këto, por do kisha dëshirë deri në fund të fushatës që njerëzve të japin një këndvështrim ndryshe nga ajo se çka po na japin ne këta. Ajo plëmba e parë ishte më e pasuruar ajo, kishte më domethënë sa. Është edhe kjo, your future is in your hand. In your hands. Po, in your hand në duar tua ajo thot. Po, e kush është ardhmja? Ky është iluzioni, pra, ajo që na e shesin dhe plëmba kështu. Po, e ardhmja digjitale atje në dorën tënde, se do na fusin edhe një çip te dora neve ato dhe çdo gjë ti do identifikohesh me atë numrin personal që do përmbaj qipi këtu. Ajo është në dorën tënde. Se këtë don të tregoj domethënë. Mesazhi in your hands në duart e tua, domethënë atë ka, se ai është qëllimi kryesor, domethënë po futun ato ka mbaruar punën me njerëzit. Tani kjo këtu, shiko, po ta vësh re, aty ajo e para, sa ajo e para është më e fuqishme kjo. Kjo. Se tu e ka bën me flutur për të na marrë çikment, domethënë, është sa i bukur pas ka flutur. E ka vënë çik kështu atë. Detaje tani që ndoshta mund të lidhet njerëzit, dikush lidhet me fluturën, dikush lidhet me tani këtu domethënë na ka treguar fazat e ndryshme të hënës. Kemi duke filluar me eklipsin nënën e herët, pastaj fillon me çerek hënën këtu, fillon me gjysmë hënën, 3/4 e hënës e mbushur dhe pastaj hëna e plot. Mi po, me sa dim neve, hëna, se supozohet se këto këtu janë ndriçimet e hënës, ë? Po. Këtu është ndriçuar çerek, këtu është çerek, këtu është gjysmë, këtu është pak më 3 çerek, këtu e plot, ë? Po, se tani hënën, me sa dim neve, nuk e ka dritën, nuk e ka nga vetja vet. E merr nga diku. Është pasqyrim pra, i ndriçimi tjetër, e merr nga dielli me sa dim, siç e marrin edhe planetet e tjera. Domethënë nuk e ka nga ana vet dritën. Po. Mirë po, neve këtu nuk shohim diell. Sfondi është i zi. Po. Nga e merr ka këtë dritën kjo hëna këtu që i pas këto fazat e kështu të ndryshme kjo. Ti po thua që këtu nuk ka diell. Pra edhe këtë po hënën ka këtu. Mos është ky ylli këtu. Janë të yjet. Ato janë yjet e larta që neve i shohim me sy të zbuluar ato. Por nuk janë ato që japin ndriçim hënës. Jo, kupton se janë shumë larg, neve njohim vetëm diellin që është më afër në planetin Tokë. Në sistemin ton diellor, domethënë që e furnizon me dritë hënën. Këtu nuk shohim diell, përkundrazi shohim një sfond të zi. Një humner. Atë humnerin e përmendi dhe ajo vetë kishte thënë, e tha në një moment. Plus që kemi këto simbolet e tjera, këto trekëndçet mrapç, parç, që e tham, këto janë simbole të misticizmit kabalizm, të kabalës që i referohet shumë misticizmit. Simbole magjike. Edhe kjo është e pasuruar me shumë elemente të tillë. Edhe madje, ka që me këtë? Ajo ka, atë po ta zbërthesh, ajo nxjerr plot, ka goxha. Pse kjo më lidh pak edhe me atë të Erion Veliajt, me mjaftin për shembull, pesa e dikurshme. Po, me këtë plëmbën vetëm sa ajo ishte gjakosur. Po, ajo ka qenë edhe gjakosur që përdori gjatë që shqiptarë edhe. Po, me këtë dorën, me këtë kështu, domethënë sikur do identifikohemi një ditë me dorën, kupton sepse aty do na kalon një identitet digital të dora që përkthet chip. Atë dorën shumë e reklamojnë këta.